Mirë se erdhët, sot do t'i hedhim një sy një histori e fare interesante nga kazinoja Aurora Palace. Kjo nuk është thjesht një histori për një kazino, por për dy mënyra krejtësisht të ndryshme për të kuptuar njerëzit në punë. Në thelb, është përplasja mes informacionit dhe instinktit, dhe se si qasja e duhur mund ta kthejë një krizë në një mundësi të artë. Dhe gjithçka fillon me këto pyetje thelbësore. Kur gjërat fillojnë të shkojnë mbrapsht, ku e drejtojmë gishtin? A fillojmë të kërkojmë fajtor, pra individ, apo përpiqemi të gjejmë arsyet më të thella, ato psen që fshihet pas sjelljes së tyre? Kjo pyetje, siç do ta shohim, është në qendër të gjithçkaje. Okej, hajde t'i futemi drejt në them. Imagjinoni pak skenën. Jemi te Aurora Palace, një vend vibrant, plot drita që nuk mbyllet kurrë. Të menaxhosh një mjedis kaq dinamik është një sfidë e vërtet dhe kjo detyrë i bie departamentit të burimeve njerëzore, ku dy figura kyçe përfaqësojnë dy botë krejtësisht të ndryshme. E ja pra, këtu kemi përplasjen kryesore. Nga njëra anë është Erisa. Ajo vjen nga forcat ajrore, është metodike, e saktë dhe beson tek të dhënat. Për të, çdo sjellje e ka një shkak që mund të zbulohet po të kërkosh mjaftueshëm. Nga ana tjetër kemi Ardianin. Ajo është energjik, karizmatik dhe mbështetet totalisht tek intuita. Për të, njerëzit nuk analizohen, por ndihen dhe zgjidhja më e shpejtë është gjithmonë më shumë autoritet dhe disiplinë. Si që ndodhë rëndom në histori të tilla, një krizë e heshtur filloi të zjente aty ku pritej më pak, gjatë turnit të natës. Në fillim, ishin thjesht disa ankesa të vogla, ca thashë theme, por shpejt u bë e qartë se diçka nuk po shkonte siç duhet dhe menaxhmenti filloi të shqetësojë. Ajo që në fillim dukej si thjesht një javë e keqe apo disa incidente të izoluara, filloi të merrte formën e diçkaje tjetër. U bë një model i qartë. Problemet nuk ishin më rastësi, ishin bërë të parashikueshme. Dhe kjo ishte vërtet alarmante. Dhe simptomat ishin të qarta, si një efekt domino. Mungesat e papritura shtonin presionin mbi stafin që ishte në punë. Ky presion çonte në më shumë stres dhe përplasje verbale. Dhe gjithë kjo energji negative, natyrisht, reflektoi direkt te klientët, të cilët ankoheshin për shërbim të ngadalt dhe staf të paqeshur. Ishte një rreth vicioz. Dhe pikërisht këtu, përballë kësaj krize, dy filozofit, ajo e Erisës dhe ajo e Ardianit, u vënë në provë. Përgjigjet e tyre ishin po aq të ndryshme sa ishin edhe vetë ata. Reagimi i Ardianit? I menjëhershëm, instinktiv dhe i bazuar në një supozim. Për të, çështja ishte e thjeshtë. Problemi ishte tek karakteri i punonjësve. Ai nuk kërkoi një arsye, ai gjeti menjëherë një fajtor. Dhe ja ku vjen Erisa me një qasje krejt tjetër. Vini re, ajo nuk e kundërshton hapur, por refuzon të kërcej në konkluzione. Ajo nuk sheh dembelizëm, por sheh një simptom. Dhe si çdo analitës e mirë, ajo do të gjejë shkakun rrënjësor. Pra, Ardiani veproi. Dërgoi një memo të ashpër, duke menduar se një shfaqje autoriteti do të vinte gjorat në vijë. Dhe rezultati? Tamam e kundërta. Ai jo vetëm që nuk e zgjidhi problemin, por e përkeqësoi atë. Atmosfera u bë akoma më e akullt dhe një punonjës madje dha dorëheqjen. Dhe tani, le të kthehemi tek Erisa. Ndërkohë që Ardiani po shpërndante memo kërcënuese, ajo po bënte diçka krejt tjetër. Ajo nuk po kërkonte fajtor, por po kërkonte fakte. U kthye, le të themi, në një detektive në kërkim të provave. Kjo është thjesht briljante. Shikoni procesin e saj sistematik. Gjithçka filloi nga një detaj i vogël, një bisedë e rastësishme për kuzhinën. Kjo u bë hipoteza e saj. Më pas, ajo e testoi këtë hipotezë duke mbledhur prova, rishikoi oraret dhe vuri re se stafi natës po punonte më gjatë dhe me më pak pushime. Dhe në fund, vëzhgimi direkt përmes kamerave, ku pa me sytë e saj se si energjia e stafit binte ndjeshëm pas mesnate. Dhe këtu të gjitha pjesët e puzzle-it u bashkuan. Nuk ishte dembelizëm, ishte një zinxhir i thjesht, pothuajse mekanik, shkak pasojë. Mbyllja kuzhinës i linte punonjësit për më shumë se 6 orë pa ushqim. Kjo shkaktonte rënje të sheqerit në gjak, pra glukozë të ulët, kjo çonte në nervozizëm dhe mungesë përqendrimi, gjë që shkaktonte gabime në shërbim dhe në fund ankesa nga klientët. Ishte një problem sistemi, jo njerëzish. Pra, ja ku ishte përgjigja. E gjithë kjo krizë nuk ishte të bënte me disiplinën apo me karakterin siç mendonte Ardiani. Kishte të bënte me biologjinë. Stafi ishte thjesht i uritur. Dhe kur je uritur, vetë kontrolli bie dhe reagon më ashpër ndaj stresit. Ky zbulim ndryshoi gjithçka. Dhe kur e kupton shkakun e vërtet, zgjidhja bëhet e qartë dhe logjike. Nuk ke më nevojë të fajsosh njerëzit, por të rregullosh sistemin që po i dështon ata. Pikërisht këtë bëri Erisa.
Dhe shikoni sa e thjeshtë dhe elegante ishte zgjidhja, asnjë kërcënim, asnjë ndëshkim, thjesht një politikë e re. Çdo 3 orë, stafi do të merrte një pushim të shkurtër dhe një vakt të vogël. Një zgjidhje që adresoi problemin rrënjësor drejt për drejt, duke i dhënë stafit energjinë që i nevojitej për të bërë punën mirë. Dhe tani, mbahuni. A funksionoi? Po, sigurisht që po. Pas vetëm 6 javësh, mungesat e punojësve ranë me 65%. Imagjinojeni pak ndikimin. Kjo tregon se kur zgjidh problemin e duhur, rezultatet janë dramatike dhe të menjëhershme. Por nuk mbaron me kaq. Efekti u ndje edhe te klientët. Ankesat ranë me 40%. Kjo është prova më e mirë se një staf i lumtur dhe i mbështetur çon drejt për drejt në një biznes më të suksesshëm. Pra, kjo histori është fantastike, por çfarë na mëson ne? Si mund ta kthem këtë rast konkret në një manual të vogël veprimi? E po, metoda e suksesshme e Erisës mund të përmblidhet në 5 parime të qarta. Këto 5 parime janë si një busull. Ato na thon, prit pak, mos u nxito, mos reago bazuar në instinkt. Spari mblidh informacion, pastaj analizo për modele, gjyko me logjikë dhe empati, vendos për një zgjidhje afatgjatë dhe në fund, mate rezultatin. Kjo është diferenca mes menaxhimit reaktiv dhe leadershipit të vërtet. Edhe kjo fjali e Erisës e përmbledh filozofinë e saj në mënyrë perfekte. Ajo e krahason punën e saj me inteligjencën ushtarake. Qëllimi nuk është të mposhtësh njerëzit, por të kuptosh terrenin ku ata operojnë, kushtet e tyre, sfidat e tyre, nevojat e tyre, në mënyrë që të marrësh vendime strategjike. Është një mendim vërtet i thellë. Dhe kështu, ja ku kthehemi te pyetja jone e parë. Por tani, ajo ka një peshë tjetër. Rasti Aurora Pallas na lë me këtë reflektim të fuqishëm. Kur diçka nuk shkon, ku e drejtojmë vëmendjen tonë të parë? A është instinkti ynë të gjejmë një kokë turku, apo të kemi kuriozitetin për të gjetur psen e vërtet? Përgjigjja e kësaj pyetje, siç e pam, mund të ndryshojë gjithçka.